nuk ka ilaçe për të sëmurët me tumor me kancer, shteti u mundëson atyre trajtime përsa i përket ndryshimit të gjinisë apo hormoneve. Çfarë po ndodh aktualisht me shtetin shqiptar? Ju keni qenë mjaft kritik edhe ndaj lëvizjes woke të sponsorizuar nga George Soros me paratë të USAID-it, me miliarda dollar që sponsorizohen për lëvizjen woke. Por i marrim një nga një, pasi ka patur edhe një zhvillim ditën e sotme, një seancë gjyqësore që do ta sqarojmë. E nisim me këtë pjesën e hormoneve në QSUT. Në fakt nuk është një rrufen qell të hapur. Është diçka që ne kemi parathon dhe diçka që ne i kemi rënë këmbanave dhe kemi ngritur alarmin më parë, sidomos me projektligjin tashmë ligjin për barazinë gjinore i cili u miratuan në parlament. Është një çast këtu një kujtesë. Mbaj mend Tauland Ballën kur diskutonte ligji për barazinë gjinore, Tauland Ballën deklaronte që ky ligj ka të bëjë me faktin që femrat, gratë, motrat, nënat të marrin pagat barabarta me burrat. Këtë ka artikuluar Tauland Balla në kuvend. Unë jam me idenë që nuk e nevojë të pish gjithë detin të kuptosh që uji është i kripur. Pra, ne e dim tashmë gënjeshtrat dhe i dim gjitha manipulimet dhe e dim propagandën e sektit rilindjes. Kështu që jo çdo fjalë që del nga goja e tyre është për tu besuar. Ne kemi bërë një raport, kemi marrë disa fushata mediatike të cilat kemi dashur dhe kemi patur për qëllim të informojmë qytetarët se çfarë po ndodh. Dhe në fund fare, si koalicioni familjes apo unë si antar i Këshillit Bashkiak, detyra ime është që të informoj njerëzit dhe gjithashtu të ngre çështje të cilat ne mendojmë që ka nevojë për vëmendjen e qytetarëve. Në fakt, ligji i barazisë gjinore nuk ka për qëllim pjesën e barazisë në paga, pra mund të jetë, pa diskutim mund të jetë një segment shumë i vogël. Por ideologjia gjinore është që në fillim të atij ligji i cili u miratua. Gjithashtu, termi dhe nocionet janë shumë të rëndësishme sepse termat ty të përkufizojnë pastaj gjithë vazhdueshmërinë. Në momentin që ti e përcakton mashkullin dhe femrën si konstrukt social, që do të thotë është një gjë e ndryshueshme, atëherë një nga nenet e këtij ligji është gjithashtu futja e kësaj ideologjie gjinore në shkolla. Pa diskutim që po. Pra ne mendojmë që ky do të jetë hapi radhës. Dhe pjesa e terapisë hormonale është vetëm një nga ato pjesë të vogla të puzzle-it të madh përsa i përket agendës woke në Shqipëri. Është e thënë dhe gjithashtu ne kemi denoncuar që nga shtatori do të fillojë dhe ideologjia gjinore nëpër shkolla, duke filluar nga kopshtet dhe nga sistemi parashkollor. Do të nisin këtë shtator? Do të nisin këtë shtator. Vetë Mirela Kumbarra ka thënë, ka deklaruar në një intervistë televizive që do të rishikojnë kurrikulat shkollore që t'i bëjnë më në përshtatje me ligjin për barazinë. A bie disi ndesh kjo edhe me atë çka ne proklamojmë, kërkojmë, synojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Donald Trump dhe administrata e tij e kanë sulmuar lëvizjen woke. Ka dy gjini, thot Trump, madje edhe paratë e USAID-it që i shërbenin kësaj lëvizje ka patur denoncime të shumta. Pra, jemi sërish tek pjesa e parave. Amerika kundër, Rama pro. Shiko, Rama ne kemi parë që është një lojtar dhe përpiqet të luajë me shumë porta. Nga krau tjetër u bllokuan fondet e USAID-it, por fondet e Sorosit nuk janë bllokuar. Kemi raste të tjera, për shembull, a e dini që vetë shteti tani do të rrisi buxhetin për sa i përket organizatave të shoqërisë civile që merren me avancimin e barazisë gjinore në avancimin e kësaj agjende. Në këtë rast, po. Pra me avancimin e barazisë gjinore në shoqëri, për fonde për trajnime, fonde për konferenca, fonde për lloj-lloj gjërash të ndryshme, por pa dashur që të devijojmë nga thelbi. Dje kur doli ky udhëzimi i ri, ka një detaj shumë të rëndësishëm aty që nuk duhet lënë pa kujdes. Pikërisht, aty thuhet që nuk rekomandohet për minorenët, por kur është e nevojshme dhe kur është e rëndësishme, mund të fillojnë përpara moshës 16 vjeçare. Sepse i thonë nuk e rekomandojmë, ka studime të limituara nga mosha 13.5 deri në moshën 14 vjeçare. Por para moshës 16 vjeçare do të thotë që mund të fillojnë dhe në moshën 4-5 vjeçare. Tani, duke u nisur, e shkuara ne mund të na tregojë dhe të bëjmë parashikime për të ardhmen. Duke parë vende të tjera, kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi rastet në Mbretërinë e Bashkuar, kemi rastin në Kanada gjithashtu, ku nëpërmjet ideologjisë gjinore nëpër shkolla, ku fëmijëve mund të mësohet që ti je djalë, por mund të jesh një vajzë i burgosur në trupin e një djali, atëherë shpejt dhe prindit do të humbasin autoritetin mbi fëmijët e tyre për t'i mësuar, ashtu si prindrit vetë mund t'i mësuar, apo ashtu si prindrit duan që t'i japin edukimin apo duhet t'i japin shkollimin atyre fëmijëve. Dhe këtu shteti pastaj vjen të merr fëmijën
dhe shteti bëhet në de facto dhe de jure prindi ati fëmije që të vazhdoj pastaj me terapinë hormonale. Ne kemi parë rastin edhe në Shqipëri ka ndodhur kjo, një personi Ersildit që tashmë ka ndryshuar edhe emrin, doli publikisht, doli në media dhe e tha që mua më kanë marrë me zorë dhe mua më kanë detyruar që të filloj terapinë hormonale dhe gjithashtu të ndryshoj gjinin e vet. Kështu që kjo është vetëm një pikë, vetëm një pjesë e vogël e puzzle-it që Agenda Walk ka në Shqipëri, pa diskutim kjo lidhet me agendën në tërësi të shpopullimit të Shqipërisë. Shqipëria të bëhet ferr për shqiptarët dhe të bëhet një parajs për personat kokë edhe për agendat e mendoni majtë se globale. çështja e surrogacisë. Tashmë lëvizja Walk është edhe çështja e surrogacisë bën pjesë në të njëjtën absolutisht, në një paketë. Në një paketë vim paketë. Mbas kësaj do të kesh martesat homoseksuale, do të kesh adoptimet nga çiftet homoseksuale, do të kesh rritjen e moshës së abortit, pra mos që të aprovohet edhe aborti late term që quhet, dhe diskutohet edhe çështja e surrogacisë. Pra është një konglomerat gjërash dhe agendash të cilat përshtyhen në këtë drejtim. Parandalohet kjo? Pra pa diskutim që parandalohet. Kush e parandalon? Parandalon është tentuar shkollët e presidentit të bëhen kërkesa në kuvend. Koalicioni Shqiptar për Familjes dhe Jetës së bashku me diasporën për Shqipërinë e Lirë dhe komuniteti dhe Forumi Mysliman Shqiptar ka çuar ligjin për barazin gjinore në gjykatë kushtetuese. Po. Shfuqizimi i ligjit për barazin gjinore. Po implementohet. Automatikisht Sot jepen udhëzime për implementim. Po, për shfuqizimi i atij ligji automatikisht i rrezon gjithë ato tjera. E para, e dyta, njerëzit kanë nevojë që të jenë aktiv. Njerëzit kanë nevojë që të zgjohen nga gjumi dhe të zgjohen nga apatia dhe të kuptojnë që me këtë qeveri që ne kemi, mos prisni asnjë gjë tjetër që ndodhi përveç këtyre gjërave që po ndodhin. Dhe ka pasur një sulm të koordinuar për sa i përket edhe familjes time, sepse nga java e kaluar që ishte parada e komunitetit LGBT që ishin në rrugët e Tiranës, nga këto postimet ne morëm një foto. Dhe nga kjo foto që postuam ishte Albana Koçiu, ambasadori Gonzato dhe një person që për të thënë vërtetën është dhe përfitues i skemave të strehimit social nga Bashkia e Tiranës. Në background ishin dy vajza të vogla, që fotoja ishte postuar vetë nga Albana Koçiu dhe ne disponojmë screenshotet për këtë. Ne e postuam si foto duke i bërë share dhe tham, pastori tha, projekti i rilindjes për Shqipërinë, pra duke shkuar nëpërmjet transgjinorëve Bashkimi Evropian. Nga krau tjetër unë thash, ç'pun kemi ne me ta, po me fëmijët të shpatën. Sepse në fund fare ne respektojmë. Ju kanë sulmuar për atë foto që publikoi Albana Koçiu? Sepse ne respektojmë lirinë individuale të gjithë secilit. Çdo njeri është i lirë ta jetojë jetën e tij si do dojë në shtëpinë e vet. Në shtëpi po, por propaganda publike me një zvendës kryeministër dhe një ambasador Bashkimit Evropian. Jo vetëm kaq, por me fëmijët. Me fëmijët, sepse ambasadori i Bashkimit Evropian mund të ketë preferencët e tij, mund ta ndjekë dhe si individ. Nuk e paragjykojmë, nuk e gjykojmë asgjë. Ke zëvendës kryeministin që shkon dhe mban një qendrim politik për treguar mbështetjen. Ke dhe zëvendës ministre shëndetësisë zonja Majko që ishte në foto aty në kraj, që ajo nuk mori vëmendje. 28 organizata bën publik dhe bën një tip denoncimi, dënimi online ndaj meje dhe babait tim, sepse ne që kemi treguar diskriminues, se kemi nxjerr foton me fytyrat e fëmijëve, ndërkohë që është foto e marrë nga faqja e zëvendës ministres. Vazhdoi propaganda dhe vazhdon fushatet mediatike linçuese ndaj familjes tonë. Vetëm dje na erdhi letra nga gjykata. Letra nga gjykata që thirrem unë dhe babai im, sepse këto dy... E keni patur sot gjyqin? Sot ishte gjyqi. Sepse këto dy, pra, dy gratë, të cilat gratë lesbike që u martuan dhe u bë ceremoniat e Taraza Bashkisë, doli që njëra prej tyre që nga prindi dy fëmijëve. Dhe kërkohen urdhër mbrojtje nga unë edhe nga pastori, urdhër mbrojtje ndaj familjes së tyre, që të mos i afroheshim as shkollës, as kopshtit në këtë rast të fëmijëve, as banesës dhe mos përmendej emri asaj familje fare nëpër media sociale. Pra, i nxjerrin vet në aparat, i bëjnë foto vet, i postojnë vet, i përdorin për propagandë dhe kërkohet urdhër mbrojtje nga ne që po sensibilizojmë shoqërinë që të mos përdorin fëmijët për propagandë ideologjike gjinore. Dhe sot më erdhi në mendje ora, mbase duhet konsideruar seriozisht që të kërkohet urdhër mbrojtje nga kryeministri që mos shkojnë më dhe mos të afrohet më në asnjë institucion parauniversitar shkollor. Gjatë fushatës, nëse mbani mend, doli në takime disa të mitur dhe i tha, i keni parë fotot e mia nudo, po edhe nëse si keni pa, i keni online. Tani kryeministri nuk po nxit pra
ke një nxitje të seksualizimit të fëmijëve me gjuhën që po përdor vetë kryeministri. Nëse ka një person që duhet merret urdhër mbrojtje nga një person, nga fëmijët, ai është Edi Rama. Nuk është askush tjetër. Për fat mirë sot kishim dhe në seancën gjyqësore kishim një përfaqësim të mrekullueshëm nga avokatët tanë dhe gjykata vendosi që do të rrëzojë dhe nuk do, pra u shfuqizua kërkesa e atyre dy grave dhe ne vazhdojmë jetën ashtu siç ishim më parë. Pra të vazhdojë edhe betejë ligjore. Jo, betejën ligjore ne e fituam sot. Për lëvizjen WOK, jo për rastin. Pa diskutim që po. Nuk ndalon vetëm këtu, ne gjithashtu kemi thirrur një protestë ditën e hënë në orën 18:00 nga sheshi Skënderbej dhe do të jetë një marshim paqësor drejt Ministrisë së Antishëndetit që quhet tashmë, që nuk bën asnjë gjë tjetër përveç se lë të smurët me kancer pa ilaçe, lë persona që kanë nevojë të bëjnë analizat e tyre nga data 20 pa trajtim dhe pa analiza. Dhe nga krahu tjetër mendon se si ne do të gjenderizojmë fëmijët e të nisim terapitë hormonale për fëmijët. Pano, falenderoj që ishëm në këtë bisedë. Faleminderit ju. Mirë, sigurisht Shuri Televizion ka mënyra të ndryshme për të përcjellë informacionet e saj, tillë është edhe Instagrami, një nga videot që është parë më shumë në Instagramin e Syrit dhe ka të bëjë me një pyetje që kolegu Klajdi Bolli i ka bërë zëvendës kryeministres së Ramës, për sa i përket çështjes Balluku dhe ajo patjetër gënjeu live. Ndjekë materialin.